Çfarë tërës është hërë objektivi real I 30 ditëve të para tregtim? Kjo pjesë është thelbësore. Nëse gjithçka që ke mësuar në 30 ditë do përmblidhej në një dokument të vetëm mbrojtës, do ishte pikërisht ky. Si trajner tregtimi, këto janë rregullat që të shpëtojnë nga humbjet e panevojshme dhe nga iluzionet që shkatërrojnë fillestarët. Këtu nuk flasim për teknika. Flasim për mbijetesë, qartësi dhe mendësi. Çfarë tërës bësh një? Mos blej kurse sekrete. Në tregtim nuk ka sekrete. Nëse diçka funksionon vërtet, nuk shitet si mister. Kurse sekrete zakonisht shesin shpresë, jo aftësi. Premtojnë fitim të shpejtë. Fshehin rrezikun real. Në tregtim, ajo që funksionon është e thjeshtë, por jo e lehtë. 2. Mos ndiq sinjale. Ndjekja e sinjaleve. Të heq përgjegjësinë. Të bën të varur. Nuk të mëson asgjë. Kur ndjek sinjale, nuk e di pse hyn. Nuk e di pse del. Nuk rritesh si tregtar. Nëse nuk di pse po vepron, nuk je tregtar. Je pasagjer. 3. Mos tregto çdo ditë. Tregu nuk ofron mundësi çdo ditë, por fillestarët ndihen të detyruar të veprojnë. Tregtimi I përditshëm pa kushte. Ul cilësinë. Rrit gabimet. Rrit lodhjen mendore. Mos veprimi I disiplinuar është pjesë e strategjisë. 4. Mos rrit rrezikun pas humbjes. Ky është një nga gabimet më shkatëruese. Pas humbjes, mendja kërkon rikuperim. Emocionet marrin kontrollin. Rreziku rritet pa arsye. Rritja e rrezikut nuk rikthen humbjen. Vetëm e përkeqëson situatën. Rreziku rritet me përvojë, jo me emocione. Objektivi real I 30 ditëve, jo të bëhesh I pasur. Në 30 ditë, nuk bëhesh profesionist. Nuk ndërton pasuri. Nuk fiton qëndrueshmëri financiare. Kush hyn me këtë objektiv? Zhgënja e shpejtë. Shkel rregullat. Humbet kapitalin. Tregtimi nuk është shkurtore për pasuri. Të kuptosh tregun. Objektivi I parë është të kuptosh si lëviz çmimi. Të lexosh sjelljen e tregut. Të dallosh qartësinë nga kaosi. Kutimi vjen nga vëzhgimi, nga analiza, nga durimi. Kush kupton tregun nuk ka nevojë për parashikime. Të mbrosh kapitalin. Kapitali është mjeti yt I punës. Pa kapital, nuk ka tregtim, nuk ka përvoje, nuk ka të ardhme. Mbrojtja e kapitalit vjen para fitimit. Është detyrë, jo opsion. Fitimi është shpërblim. Mbrojtja është detyrim. Të ndërtosh disiplinë. Disiplina. Të bësh të njëjtën gjë mirë çdo ditë. Të mos reagosh emocionalisht. Të respektosh planin edhe kur është e vështirë. Pa disiplinë, asnjë strategji nuk funksionon. Asnjë fitim nuk zgjat. Disiplina është pasuria e vërtetë e tregtarit. Përfundim I fortë. Në fund të 30 ditëve, nuk duhet të ndihesh I pasur. Duhet të ndihesh më I qartë. Nëse ke më pak nxitim, më shumë durim, më shumë kontroll, më pak emocione, atëherë ke fituar diçka shumë më të vlefshme se paraja. Ke ndërtuar bazën e mendësisë profesioniste. Dhe kjo është pika nga ku fillojnë ata që zgjasin në treg. Dita 30 është dita e pjekurisë. Nuk ka më ushtrime as prova. Ka vetëm vendim të ndërgjetshëm. Si trajner tregtimi, kjo është dita ku kërkojnë dëshmëri të plot, jo guxim të verbër. Vendimi që merr sot duhet të mbrojë kapitalin, mendjen dhe disiplinën. Qëllimi I kësaj dite është të marrësh vendimin e duhur për hapin tjetër. Të kuptosh se çdo zgjedhje është e vlefshme nëse është arsyetuar. Të vendosësh pa presion dhe pa iluzione. 1. 3 rrugë të mundshme, të gjitha të pranueshme. Sot ke vetëm 3 zgjedhje. Nuk ka zgjedhje të gabuar, ka vetëm zgjedhje të parsyetuara. Vazhdo me tregtim pro web. Kalon në tregtim realc. Ndalon këtu. Secila kërkon arsyet e veta. D. Kur është mençur të vazhdosh me tregtim pro web. Vazhdimi me tregtim pro web është vendim I fortë kur ke ende shkelje të rregullave. Ndjen presion emocional pas humbjeve. Nuk je I qëndrueshëm në disiplinë. Ende po mëson veten. Ky vendim nuk është hap prapa. Është mbrojtje. Kush vazhdon të stërvitet, po ndërton bazë. 3. Kur është e arsyeshme të kalosh në tregtim real. Kalimi në tregtim real nuk bëhet për të fituar, por për të testuar veten në presion real, në mënyrë të kontrolluar. Je gati për tregtim real vetëm nëse ke respektuar rregullat në mënyrë të qëndrueshme. Ke pranuar humbjet pa reagime emocionale. Ke ndjekur planin personal pa përjashtime. Ndihesh I qetë edhe kur nuk vepron. Tregtimi real nuk është provë guximi, është provë disipline. 4. Kur është zgjedhje e shëndetshme të ndalosh këtu. Ndalimi është zgjedhje e ndershme kur procesi nuk të përshtatet mendërisht. Pritja të lodh më shumë se veprimi. Nuk ndihesh rehat me paqartësinë. Tregtimi nuk përputhet me jetën tënde. Kjo nuk është dështim. Është vetdije. Jo çdo rrugë është për këdo. Të dish kur të ndalesh është forcë. 5. Nëse kalon në tregtim real, rregullat janë të hekurt. Nëse vendos të kalosh në tregtim real, këto rregulla nuk negociohen. Shumë e vogël.
Përdor kapital minimaj. Që humbja të mos ndikojë emocionalisht. Që mendja të mbetet e qetë. Qëllimi nuk është fitimi, por përshtatja. Vetëm një veprim në ditë. Pa përjashtime. Pa edhe një herë. Pa kërkim rikuperimi. Një veprim I qetë është mjaftueshëm. Zero presion. Nuk ke detyrim të fitosh. Nuk ke objektiv ditor. Nuk ke afat. Qëllimi është vetëm respektimi I planit. Ruajtja e qetësisë. Ndërtimi I qëndrueshmërisë. Presioni shkatëron disiplinën. Qetësia e ndërton. 6. Gabimi më I madh në ditën 30. Gabimi më I madh është kalimi në tregtim real nga emocioni. Dëshira për ta provuar veten. Nxitimi për rezultat. Tregu nuk ka nevojë për prova. Ti ke nevojë për qetësi. 7. Vendimi duhet të shkruhet. Mos e mbaj vendimin në mendje. Shkruaje qartë. Çfarë po zgjedh? Pse po e zgjedh? Çfarë rregullash do ndjek? Shkrimi e bën vendimin të qëndrueshëm dhe të përgjithshëm. 8. Çfarë duhet arrish në fund të ditës 30? Në fund të kësaj dite duhet të kesh marrë vendim pa presion. Ndihesh I qetë me zgjedhjen. Dish sakt hapin tjetër. Respektosh veten dhe procesin. Përfundim final. Tregtimi nuk është qëllim në vetvete. Është mjet që kërkon mendësi të fortë. Kush vazhdon I përgatitur rritet. Kush ndalet me ndershmëri fiton qartësi. Kush kalon në tregtim real me përulësi mbron veten. Vendimi I sot tregon jo sa larg ke shkuar, por sa mirë e njeh veten. Nëse ndonjëherë kthehesh te tregtimi, do kthehesh më I fortë, më I qartë dhe më I pjekur.